Kreu i Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, u lëndua mbrëmjen e së dielës kur policia ndërhyri për të hequr çadrën e tij të ngritur para kryeministrisë. Gjatë përplasjes me efektivët, Lapaj tira në kokë bombola e gazit dhe më pas u dërgua në spitalin e traumës. Sipas mjekëve, ai ishte në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Pasi kreu i Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj përfundoi në spital, aktivistët që po protestojnë përpara godinës së kryeministrisë vazhdojnë përplasjen me efektivët e policisë, teksa këta të fundit tentojnë që t'i largojnë nga aty. Njëra prej aktivistëve diskuton me një efektiv duke i thënë që të mos ja largoj karigen sepse është një drejt proteste tyre. Ndërkohë, policia ka arrestuar 4 mbështetës të Shqipëria bëhet për protestën para kryeministrisë: Edison Haklaj, Alfred Matoshi, Eligert Hima dhe Ergys Llanaj. Akuzohen se kanë hedhur sende të forta në drejtim të policëve dhe përpasoj 2 efektiv janë lënduar. Për Adriatik Lapajn dhe 8 të tjerë ka nisur procedimi me dalja e tretë në një muaj nga regjimi Edi Ramës. Më kanë kallëzuar penalisht sërish, edhe unë do i kallëzoj kësaj here. Hajdutët nuk më trembin dot. Te sheshi më kanë pasi të dal nga spitali. Reagoi Lapaj mbas njoftimit se është proceduar penalisht.